Dhe tash na unë do të më shiqu çfarë flasin do tifozë aty. Fal, po Jo tifoz jo, po për shkak që ishte ndoshta i evolvuar edhe gjaka eventualisht. jo, po flasim për diçka që është shumë me rëndësi e na dash të shkputemi me tifoz, nuk e kuptoj. Po është rëndësishme prof. Ta dëgjojmë Gallapenin, Florian lidha për ty. Gallani do kampanje shumë e suksesshme edhe për ty domethënë që ke debutuar dhe paraqitje shumë të mira. Çfarë mund të presim play-off? Normalisht ka qenë një kampanje shumë e suksesshme për ne. Kemi pasur disa lojë shumë të mira. Normalisht për ndeshjet e marsit do të përgatitemi maksimalisht dhe të shkojmë atje dhe të bëjmë diçka historike. Polonia, Slovakia, Çekia dhe Velsi janë 4 kundërshtarë më shumë. Me njërin nga ato do të luajmë në gjysmëfinale. Personalisht si Johan Gallapeni, me cilën skuadër do të preferoj të luaj? Them drejt. Është një kombëtare ku ti luan atë. Them drejt në gjitha kombëtarët këto që i përmendë kanë cilësi të jashtëzakonshme. Mi po ne edhe sot dhe ndeshjet e kaluara kemi vërtetuar që asnjë kundërshtar nuk e ka të lehtë ndaj nesh, por kundërshtari nuk e di çfarë them cilin, mi po i presim të gjithë. A që Kosova e gashme në udhëtu për Amerikë, për botror? Besoj po, me këto çfarë kemi treguar, me këto paraqitje besoj që jemi të gatshëm. Si shkojnë ndeshja sot sa ishte e vështirë të luajë në këtë terren duke marrë parasysh se ishte shi gjatë ditës. Normalisht ishte shi gjatë ditës, mi po do të përgëzuar stafin për mbajtjen e fushës, edhe pse kishte rënje të shi gjatë ditës, fusha ishte në mënyrë perfekte. Karrierët e Vicevlos pas tyre paraqitjeve shumë të mira edhe me Kosovën, në janar ka oferta apo planifikon të qëndrosh paktën deri në fund të sezonit në Poloni? Normalisht është herë të flasë për diçka për ndonjë lëvizje,